Në Tiranë ka nisur sesioni hapjes së Kongresit Botëror të Ligjit, një ngjarje që do të mbledhë vitin e ardhshëm në Shqipëri personalitetet të rëndësishme të drejtësisë ndërkombëtare. Kryeministri Edi Rama tha se askush nuk do të kishte imagjinuar disa vite më parë që Kongresi Botëror i Ligjit do të mbahej në Tiranë, duke shtuar se përzgjedhja e Shqipërisë si vend mikpritës nuk lidhet me faktor gjeografik apo klimatik, por me hapat që vendi ka bërë në dekadat e fundit në drejtimin e reformës në drejtësi. Rama kujtoi gjithashtu procesin e vetingut në drejtësi, duke thënë se në kohën kur u konceptua reforma zhvillua edhe një anketim publik, ku sipas tij 90% e shqiptarëve e mbështeten fuqishëm procesin e vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Dhe duke hedhur disa mendime për këtë fjalë që e pashtu udhës ta ndaj si një moment reflektimi me ju, më kujtua kur ne bëm një anketim publik për vetingun në kohën kur konceptonim dhe çonim përpara reformën drejtësi. Dhe dihet botërisht që vetingu ishte një pikë kyçe, tek e cila ishim ne që besuam të parët, dhe pastaj bëm të gjitha përpjekjet që ata të cilët sot e përshëndesin vetingun si një moment kthese në historinë e drejtësisë shqiptare, ta besonin si që besonim ne. Dhe këtu e kam fjalën për të gjithë partnerët tanë të çmuar në këtë rrugë ku mbështetja e tyre ka qenë pa asnjë diskutim me një rëndësi të dorës parë. Dhe në atë anketim publik që bëm aso kohe për të matur pulsin e opinionit publik shqiptar, morëm 2 dhëna shumë domethënëse, në dukje kontradiktore, por në përmbajtjen e tyre tërësisht komplementare. Kryeministri Rama tha se edhe majoranca socialiste në kuvend janë të vendosur si kurrë më parë për të mbështetur vazhdimsinë e drejtësisë së re. Edhe ministri i drejtësisë Toni Gogu foli për reformën shqiptare në drejtësi si pjesë e debatit global mbi sundimin e ligjit gjatë sesionit hapës të aktiviteteve për Kongresin Botëror të Ligjit që do zhvillohet vitin e ardhshëm në Tiranë. Gogu theksoi se sundimi i ligjit nuk ndërtohet një herë për gjithmonë dhe se sfida sot nuk është vetëm ndërtimi i institucioneve, por ruajtja e besimit tek ato.